Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha pas daljes nga ambientet e SPA ka reaguar për rastin e zbulimit të një call centeri që përmes mashtrimit vithte qytetar të huaj. Berisha tha se kjo skem mashtrimi është në mbikëqyrjen e narkopolicisë, ndërsa theksoi se pronari i këtij biznesi është Amant Josifi. Kjo skem sipas Berishës është e njëjtë me atë të mbledhjes së drogës. Ndërkohë, 6 anëtarët e rrjetit të mashtrimit me call center do dalin sot para gjykatës së posaçme për të njohur me masat e sigurisë. Remir Gjoligaj, Endri Gjata, David Qerimi, Elis Merkaj, Rentian Peposhi, Odea Skuqi u arrestuan pasi SPAK dhe BKH mësyn në 2 kulla luksoze në Tiranë për të goditur këtë rrjet, i cili kishte mashtruar qindra qytetarë europian. Grupi të arrestuarve ishin kryesisht personat që transportuan pajisjet e call centerit nga kulla Ati Tower në një ambient tjetër të marrë me qira. Hetimet nisën më datë 9 janar, pasi në Byron Kombëtar të Hetimit u paraqitën disa gazetarë italianë të emisionit investigativ Lejene, të cilët gjatë një hulumtimi kishin identifikuar një call center në Tiranë që mashtronte italianë dhe europian për investime në kriptomonedha të ndryshme. Drejtuesit e aktivitetit kriminal kishin ngritur një qendër të mirë organizuar të thirrjeve telefonike me poste pune të ndara, role të përcaktuara dhe staf që operonte në gjuhën italiane, franceze, spanjolle dhe gjermane. Nga veprimet e parahetimore të BKH-s, rezultoi se organizatorët e kësaj veprimtarie kriminale kishin një strukturë të sofistikuar sigurie me disa perimetra mbrojtës, duke përdorur jo vetëm kamerat filmike statike, por edhe personel civil vëzhgimi jashtë kësaj qendre. Ashtu, për shkak të njoftimit nga ana e këtyre të fundit, brenda natës është boshatisur ambienti ku ishte ngritur call centeri për ta zhvendosur në një godin tjetër, por gjithçka u zbulua nga hetimet, duke goditur grupin në fjalë. Gazetarët italian mundën të infiltrojnë një shtetas italian, i cili nisi të punojë aty dhe realizoi regjistrimin e të dhënave në ambientet e qendrës së thirrjeve. Nga të dhënat rezulton se në këtë veprimtari dyshohet të jenë përfshirë shtetas italian, rezident në Itali dhe të tjerë që jetojnë në Shqipëri, ndërsa transaksionet kryheshin në kriptovaluta, në portofolet e monedhave virtuale të menaxhuara nga drejtuesit e këtij aktiviteti të kundraligjshëm, duke përdorur platforma mashtruese. Duke u referuar materialeve, video bëhet fjalë për një qendër thirrjesh që ndodhej në katin e 9 dhe të 13 të Ati Tower. Nga pamja e përgjithshme, dinamika e komunikimit dhe veprimet e personit që kryen regjistrimin apo edhe personave të tjerë, shihet se është një qendër e mirë organizuar e thirrjeve telefonike me poste pune të ndara, role të përcaktuara dhe staf që operonte në gjuhën italiane, franceze, spanjolle dhe gjermane. Pas regjistrimit të këtij procedimi penal, hetuesit e Byros Kombëtare të Hetimit kanë nisur menjëherë nga puna për identifikimin e organizatorëve dhe dokumentimin e aktivitetit kriminal të mashtrimit. Nga veprimet e parahetimore të BKH-s, rezultoi se organizatorët e kësaj veprimtarie kriminale kishin ngritur një strukturë të sofistikuar sigurie. Ekzistojnë indicie të qarta se mbrëmjen e datës 15 janar 2026, pas përfundimit të punës, pjesëtar të këtij personeli vëzhgues kanë njoftuar pronarët e qendrës për një ndërhyrje të mundshme. Pas kësaj, në orët e para të mëngjesit të datës 16 janar 2026, janë larguar pajisje dhe është boshatisur edhe ambienti i qendrës së thirrjeve. Pas ekzekutimit të vendimit të gjykatës së posaçme numër 85 datë 15 janar 2026, drejtuesit e BKH-s konstatuan në datën 16 janar boshatisjen e ambientit dhe largimin e pajisjeve dhe e personelit. Fal veprimeve të shpejta dhe të pandërprera hetimore, u bëi mundur identifikimi i personave dhe automjeteve të përdorura për largimin e pajisjeve kompjuterike dhe sistemeve nga call centeri. Gjatë kontrolleve të ushtruara në 28 ambiente, banesa, automjete, zyra, garazhe e tjerë, janë gjetur dhe sekuestruar në cilësinë e provës materiale qindra pajisje kompjuterike të cilat janë në proces verifikimi, sisteme e monitorimit të kamerave, sisteme të rrjetit kompjuterik, pajisje memorizuese, server, dokumente të qendrës së thirrjeve, subjektit Infinite SHPK dhe subjekteve të tjerë në proces verifikimi. Gjithashtu janë sekuestruar edhe automjete të përdorur nga autorët e dyshuar, motomjete, si dhe një automjet luksozi markës Ferrari, që dyshohet se i përket organizatorëve të këtij aktiviteti. Prokuroria e posaçme vijon kryerjen e veprimeve hetimore për inventarizimin e të gjitha pajisjeve kompjuterike, sekuestrimin, analizimin e tyre, si dhe identifikimin e të gjithë viktimave të veprës penale në bashkëpunim me autoritetet e huaja.